vlerësime, mirë po qytetarët për e om 51%. Mbi gjitha të vlerësime që në gjykimin tim Zotni Kurti e televizëve vendosje. Mirë po, pra nuk po di, po pajtohemi ju, se nuk po di si për gjykojnë vlerësimin që po i bënaj edhe po e arrin me marë atë numër vota. Jo, unë folja për vlerësimin që ja ka bo zonjës Osmani. Po, a individ që po bënë dhe vlerësime tjera, të cilët qytetarit po provonë me vlerësu. I marrë me rezervat të vlerësim që ka thonë ajo. Kjo është e bukur. Kjo është absolutisht i marrë me rezervë shumë në atu. Për është deri tani nuk është që po shumë rezerva. Sepse ajo fjallë që deklarata që i ka bo ma heret dhe deklarata që bëjota që këtë kontradiktore në mënyre e bojnë ato jo kredibile, mo. Çështja është që jo kredibile, zonja Osmani, në këto qëndrime. Shef, jo kredibile u botani. Po dhe, tash. Po tani u bo, sepse nëse më dhejën lutëm se të më dërprejnë disuar, vesh në here. Ta zonë për rastin e caktimit datës. Zedhive, tha që ishte një favor, paka shumë. Unë jam ndër ata të cilët, unë kam jetu 15 vite në Gjermani dhe kam qenë vetë pjesë e diasporës edhe një familje gjysën e zamë se kam me diasporën. Mendova që përdo diçka tjetër. Ja, me diasporën. Edhe kom pas shumë mirë kuptim që asoj pjesët shoqënisë tonë ju ka jap mundësia me votue. Arsyetimi i zonjës Osmani, që jemi sinqert, më ka pas bind. Ajo tha se e kam detyrë kushtetuese me gjetë një datë e cila ju përshtatet një numri më të madh të qytetarëve kosovar për me votue. Mendoj që është arsyetim shumë e vënë. Sado që 28 dhjetori nuk është dita ma standarde për mbajtjen e zgjedhjeve, por se ky arsyetim mua më pëlqej shumë, që jam i sinqert. Po duket. Po tash kur duhet të tha që në familje ja ku bëni favor. Ajo ka qenë numri shif në tutë ama ndjeva rahat, për arsye se është diskutimi, nuk e ndjeja si interferim. Çështja është që në tangencën që ndodhi Albin Vjos në 2021 të qytetarët u imponu fuqishëm si një shpresë, si një ndryshim, si një ardhje e re, ikje e regjimit vjetër si përdorej tok fjalë që i famshëm. Dhe ç'është më e bukura ose paralajsoj edhe e keqe është shërbimi në vazhdimsi edhe në fund e konfirmoi atë shpjegimin që i jepshin të tjerë kur thoshin për to se ishte notere e kryeministit vendit. S'ka qenë notere. Përte. Problemi është që zonja presidentja e Republikës së Kosovës përbrenda kësaj periudhe 2 ose 3 momente ka pas që është tregu një mos pajtim. Intervistën është për mua jo befasuese, mirë po jashtëzakonisht irrituese për faktin që ka kundërthonje të mëdha, që është më keqja të mos marrësh pjesë në çështje ose të kesh një mendim për atë të famshme në marrëveshje cila ka reperkusione historike për Republikën e Kosovës, marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit, dhe sot thuhet se unë nuk kam marrë pjesë siç edhe nuk kam mendim të mirë për këtë çështje ose shpjegimi si ka dhënë ajo, është jashtëzakonisht e dëmshme për vendin, mirë po paralelisht saj nuk e kuptoj pse i ka pëlqy, po kjo ka qenë ndoshta kalkulim politik, të ketë atë nivel të lartë të vazalitetit që ka treguar në raport me. Dhe në atë intervistë zonja Osmani tha ndër të tjera që kryeministri në takimi ka thënë që kërkonte president që nuk merri fare me politikën e jashtme. Kërkonte, po tash, që kjo është çështja që po them unë marrëveshja politike e cila respekton rendin, kishte më qenë shëndetshme kushtrim në kuptimin e asaj që kur ka politikanë që respektojnë mas pari veten, që janë serioz, që qytetarit ja shpjegojnë rendin kushtetues, mirë po në asnjë mënyrë nuk bëhen populist për t'i plotësuar vetëm çefin e veshit qytetarit, kishte më qenë niveli lartë i ndërgjegjes që në kryet herës, presidentja Vjosa Osmani Sadriu t'i tregonte opinionit për gjithë rrjedhën e proceseve dhe nuk ka rrjedhë logjike për arsye se sipas rendit kushtetues në Republikën e Kosovës, shefi i shtetit ka kompetenca jashtëzakonisht të mëdha në politikën e jashtme. Dhe kjo është jashtëzakonisht tregimi i dozës përveç se vazalitetit të inferioritetit në raport me zotin Kurti, që të bëhemi sinqert, nuk është që është hera e parë që Albin Kurti në kapacitetin e politikanit e më pastaj në pozicione tjera nuk ka qenë aq i dijshëm për të manovruar dhe manipuluar shumë faktorë dhe aktorë politik në skenën politike të Republikës Kosovës dhe duke mos ka dalë jashtëzakonisht naive, sikur nuk po e njeh këtë figurë politike në mënyrën se si ka manovruar gjithë rrethonat, mund njeriu të jap një afat në kuptimin e asaj që të ketë një muaj, 2 muaj, mirë po ti për 5 vite, 3 raste kanë qenë publike. Në atë momentin e famshëm kur përdor tok fjalshin për ligjozin politik,
Dhe tani, gjithsesi se dele pabesueshme dhe ambicia A ishte e Albin këtu Kurtit është kjo. thyrje më e madhe mes tyre? Ambicia Muja dhe Maloku, po.